Fansat në panik pas lajmeve për largimin e një prej aktorëve kryesor nga seriali Qyteti i Largët. Ditët e fundit, rrjeti është pushtuar nga lajme dhe aludime për një largim të mundshëm të aktorit Alper Çankaya nga seriali shumë i ndjekur Qyteti i Largët. Aktori, i cili interpreton personazhin e fuqishëm dhe shumë të komentuar, Shahin Albora, është kthyer në qendrën e diskutimeve mes fansave të serialit. Ai konsiderohet si një nga personazhet më të fortë të historisë së serialit. Me karakterin e dila ashpër, konfliktet e forta dhe ndikimin që ka në ngjarjet kryesore, ai është bërë një nga figurat më të rëndësishme të serialit. Dyshimet nisën pasi fansat vunë re ndryshime në zhvillimin e historisë së Shahin Alborës në episodet e fundit. Menjëherë nisën teoritë. Nëse po përgatitet fundi i personazhit, nëse do të largohet Shahin Albora pas një ngjarjeje tronditse, apo produksioni po fsheh një surprizë të madhe për sezonin e ri. Në TikTok, Instagram dhe media turke të showbizit po qarkullojnë pretendime se Alper Çankaya mund të njetë drejt projekteve të reja artistike, gjë të ka shtuar edhe më shumë aludimet për largimin e tij nga seriali. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nga produksioni apo vetë aktori që ta konfirmojë lajmin. Burime pranë serialit thonë se gjyrimet vazhdojnë normalisht dhe se shumë nga lajmet mund të jenë thjesht spekulime për të rritur interesin e publikut para episodeve finale. Por ajo që po i bën fansat edhe më kurioz është heshtja e aktorit. Mungesa e një reagimi të drejtpërdrejtë ka bërë që rrjeti të shpërthejë me teori të ndryshme për fatin e Shahin Alborës. Një gjë duket e sigurt: nëse Albora largohet nga Qyteti i Largët, seriali do të humbas një nga personazhet më të fortë dhe më të komentuar të tij.